Bismillahirrahmanirrahim. Po përmendum edhe një mësim nga libri i Allahut. Ajo është tek ai transmetimi tek i cili thuhet se sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam asnjëherë nuk i ka mësuar 10 ajete pi librit të Zotit, vetë se janë dalë tek ato ajete, i kanë medituar, i kanë marrë kuptimet e duhura, mësimet e duhura, orientimet për jetën, për politikën, për ekonominë e kështu me radhë. Pra asnjëherë nuk i kanë kaluar 10 ajete, vetë se pasi i kanë përsosur e i kanë mësuar sa duhet e siç duhet. Në kontrast me kohën tonë, në kohën në të cilën janë shtuar shumë ata që e memorizojnë Kur'anin si germ e si tekst, nganjëherë ka pyetje që i dinë edhe ajetet, edhe numrat, edhe faqet, edhe rreshtin, mirë po a mjafton, e a është ky qëllimi për cilin ka zbritur Kur'ani? Asnjëherë nuk është ky qëllimi i zbritjes së Kur'anit. Libri i Allahut madhruar megjithatë është postulat, është kondit, është kushtetut për njerëzit, për popujt, për botën. Na si i thartë të tij e si ndjekës të tij duhet me u mundu që njerëzit me i afru ose le të themi me u bë një lloj lidhse mes kuptimeve, bot kuptimeve, mësimeve të Kur'anit dhe ndjenjave, vullneteve dhe frymëzimeve të njerëzve. Pra Kur'ani përveç se si teori, përveç se si libër i gjallë, përveç se si libër bosht të cilin ai e ka në thelb, në themel, punën, veprimin dhe praktikimin e mësimeve të tij, në anën tjetër na duhet njerëz të cilët e jetësojnë, të cilët e zbatojnë, të cilët e shëmbëllojnë në jetën e tyre mësimet dhe domethënit e tij. Said Kutbi në fillimin e tefsirit të tij, ai mundohet ndanse e sharon shumë holl dhe shumë thellë, unë po mundohem vetëm me përmend një nuancë të shkurt nga ajo që ai mundohet tek libri i tij, konkretisht saktësisht tek vëllimi i parë, ku ato ai mundohet me e bë, le të themi, një lloj ndërlidhje mes Kur'anit si libër i autorizuar nga Zoti dhe mes atij i cili do ta mbort dhe do ta jetësoj dhe do ta praktikoj dhe do t'i afroj njerëzit sa më afër tij, e ai në gjuhën tonë quhet me këmbës i Zotit në tokë. Pra, përveç se Kur'ani si detyrim për ta mësuar dhe për ta kuptuar, na si musliman e kemi edhe një detyrë fort veçantë në raport me këtë libër, e ai është jetësimi i kuptimeve, i porosive, i urdhëresave dhe ndalesave të tij në vendin ku jetojmë, në pushtetin që e posedojmë dhe me gjitha ato mjete, me le të themi me krejt çka dim e me krejt çka mundemi në përditshmërinë tonë. Pra Kur'ani nuk është një libër, le të themi, biologjik, as nuk është një libër i gjuhës per se. Pra gjuha para se vinte Kur'ani ishte si një mbretëri pa mbret. Kur erdhi Kur'ani ja dha vlerën që edhe e meritonte, po që të tjerët nuk ja njihnin ose nuk donin ta dinin. E njëjta gjë është me gjuhë të tjera. Gjuha shqipe nëse hiket nuk i bën dëm askujt, ndërsa gjuha arabe gjithmonë personifikohet dhe skicohet me Kur'anin si autor, me Kur'anin si ndihmës, me Kur'anin si mbrojtës i saj. Andaj në jetën tonë, në ligjëratat tona, në punën tona, në aksionet tona, në veprimtaritë tona, gjithmonë duhet le të themi ta kemi parasysh këtë rregull edhe këtë themel, e cili është që Kur'ani nuk ka ardhur vetëm për të studiuar, vetëm për ta medituar e kështu me radhë, të cilat janë shumë të rëndësishme e të pazëvendësueshme dhe të pazëvendësueshme në të njëjtën kohë, mirë po mbi të gjitha. Kur'ani është një libër i cili duhet me u jetësu. Pra Kur'ani nuk duhet me mbet vetëm midis atyre dy fletave, atyre dy kopertinave, por sa kaq ai duhet me dal jashtë si kushtetut tek njerëzit për t'i udhëhequr ka e mira e ka e dobishme. Faleminderit shumë.